إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وزجر وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فإنه إذا استولى أسر واعلموا أنكم غدا بين يدي الله واقفون ستسألون عن أعمالكم وأقوالكم اللهم يسر لنا الحساب وقنا العذاب برحمتك يا عزيز يا تواب. Falenderimet, lutjet dhe madhërimet qofshin për Zotin Xhelel Xhelalu, një i vetëm dhe i pashoq. Atë e falenderojmë, prej tij ndihmë, falje, mirësi e begati kërkojmë. Atë dëshmojmë si një të vetëm, të pashoq, të pafillim, të pambarim, të pakrahasuar me asnjë prej krijesave të tij, sikurse dëshmojmë se zotëria dhe i dërguari ynë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguari i Zotit. Atë Allahu Xhelel Xhelalu e dërgoi për të nxjerrë njerëzit nga errësira e idhujtarisë për ndritën e besimit dhe të diturisë. Dhe padyshim që për të zgjodhur dhe familjarët më të ndershëm, më të mirë që ka patur ndonjë profet, shokët më eminent dhe besnik që janë shoqëruar me ndonjë profet, dhe zgjodhi që ummeti i tij, ashtu sikurse profeti alayhi salatu wasalam shembull mirësie në begati, ashtu dhe ummeti i tij të karakterizohet pikërisht për të tilla virtyteve, për të tilla cilësive. Elusim Allahun Xhelel Xhelalu të na bëjë prej tyre në këtë dynja me praktikën tonë, të na bëjë prej tyre në ahiret ditë kur do të kemi nevojën më të madhe të bashkangjitemi të dashurit zemrave tona. Të nderuar vëllezër dhe motra, besimtarë dhe besimtare, Islami është sistem jete, është regulator i jetës, është disiplinues i njeriut. Ka vendosur rregulla, ka vendosur sezone, adhurimesh të ndryshme. Të gjitha këto i shërbejnë besimtarit në jetën e tij, i shërbejnë atij në jetën fetare, por i shërbejnë atij dhe në jetën reale. Në jetën fetare afrojnë me Allahun Xhelel Xhelalu. Në jetën reale e bëjnë një person të edukuar. Ndaj Allahu Xhelel Xhelalu në Kur'anin e tij famlar kur flet për vepër mirët ose për ata të cilët kërkojnë të mirët, thot ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim fastabiqul khairat. Dhe ju garoni dhe nxitoni në veprat e mira. Garoni dhe nxitoni. Në gjithçka kur themi i ambathi prej tij. Ndërsa Allahu Xhelel Xhelalu në Kur'anin e tij famlar e përdor pikërisht këtë folje, këtë akt në kuadër të lidhjes me Allahun, ku thot fafirru ila Allah. Dhe ju mbathjeni drejt Zotit. Jo prej Zotit, po drejt Zotit. Të afrohesh për tek Zoti Xhelel Xhelalu do të thotë ti je vazhdimisht në kërkim të veprave të mira. Ti je vazhdimisht në kërkim të këtij nimeti të besimit, të kësaj begatie të madhe, që asgjë nuk barazohet me të nga mirësitë e Allahut të cilat na i ka dhënë këtë dynja. Të afrohesh me këtë mirësi do të thotë ti përmbahesh asaj çfarë na orienton profeti ynë i dashur. Ndaj profeti alayhi salatu wasalam thot burika li ummati fi bukuriha. Bereqeti dhe begatia ummetit tim i është dhënë në të ngriturën herët,
Pra që në gjithçka jo ta bëj me shpejtësi, po gjithçka domethënë ta kërkoj ta bëj në kohën e vet fillimit. Kur flet për faljen e namazit, flet gjithmonë për vlerën e namazit në fillim të kohës. Kur flet për sadakan, shkon një person tek pejgamberi alayhi salatu wasalam dhe i thotë i dërguari i Allahut, "Ayu sadaqati khair?" Cila është sadakaja më e mirë? I thotë pejgamberi, pra cila është më mirë, më me shpërblim është qëllimi. Se gjithë sadakaja e mirë është, po cila e ka shpërblimin akoma dhe më të madh në mesin e sadakave. I thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Anta saddaqa wa anta sahihun shahihun takhsha al-faqra wa ta'malu al-ghina." Ti japësh sadaka kur ti je me shëndet të plot, nuk je i smur, dora është e shtrënguar sepse gjithmonë je në garë për të mbledhur. Pra e ke frikë shpenzimin dhe lakmon vazhdimisht të pasurohesh akoma më shumë. Dhe të mos e vonosh punën e hajrit, siç mund të jetë sadakaja, të mos e vonosh punën e hajrit derisa të vijë vdekja. Se kur të vjen vdekja, në çastin e vdekjes sot fillon dhe kujtohesh që filani i kam pas këtë detyrim e këtij tjetrit i kam pas këtë detyrim, që në realitet i ke pasur ato detyrime. Që do të thotë që muslimani për nga natyra është në krijesë e cila i kryen detyrimet e tij në fillim të kohës, aty e ka vlerën më të madhe, ta kryej në çastet e para. Në këtë hadith pejgamberi alayhi salatu wasalam na ka dhënë një përshkrim komplet ndryshe për sadakadhënësin, sepse thotë të japësh kur je me shëndet plot, sepse njeriu kur është domethënë i smur apo kur ka një hall apo kur ka një problem, ndoshta në një lloj shpresë dhe nuk është se ka ndonjë të keqe në këtë, përkundrazi jep me shpresën që Zoti t'ia largojë atë smundje, atë problem, atë hall, cila do qoftë problematika e tij. Ndërsa profeti po të flet kundërtën, je i shëndetshëm plotësisht, nuk ke asnjë hall, ke pasuri, por domethënë e lakmon atë pasurinë tënde. Për këtë thotë është sadakaja më e mirë. Vallë pse? Sepse ky person po kërkon të edukohet me Islamin. Ky person po kërkon që gjithçka t'ia kërkojë Allahu xhella xhelalu. Lodhet njeriu gjatë jetës së tij. Ai i cili është punojës i rregull, qoftë me profesion apo pa profesion, le ta bëjë në jetë Allahun xhella xhelalu, në mënyrë që kur të kalojë 8 orarshi apo 10 orarshi, të mos jetë shpërblimi i tij vetëm paga të cilën e merr. Ai mësuesi të bëjë në jetë Allahun nëpërmjet shpërndarjes së diturisë. Ai mjeku të ketë për synim Allahun xhella xhelalu sepse po i vjen në ndihmë krijesës së Zotit, cili do qoftë besimi i tij apo orientimi i tij. Ai tjetri i cili ka një X pozicion, të cilin është i detyruar ta bëjë, por nga natyra të cilën e ka marrë mbi supe, le të bëjë në jetë Allahun që krahas shpërblimit monetar, ai të dali me shpërblimin e madh që është shpërblimi i Allahut xhella xhelalu, ku nuk barazohet asgjë me shpërblimin e të madh të Allahut. Pejgamberi alayhi salatu wassalam teksta na flet se si duhet të jetë besimtari duke orientuar, thot badiru bil a'mal, nxitoni në vepra, në veprimin e punëve të mira, para se t'ju kaplojnë sprovat, sikurse errësira e natës. Pra hallet, problemet, sprovat e ndryshme vinë një pas një, aq sa zymtohet njeriu komplet, sikurse errësira e natës. E sheh thot se si personi agon besimtar dhe ngryset i kundër të rujnë e Zot, apo ngryset besimtar dhe agon jo besimtar, duke e shitur atë fena ati me qëllimet kësaj bote të papërfillshme. Gjithçka domethënë nga favoret e kësaj dynjaje. Ne si besimtarë jetojmë për Allahun xhella xhelalu, veprojmë për Zotin,
E gjithë jeta jonë duhet jetë një jetë i qëllimi vetëm për Zotin e gjithësisë. Edhe në shijimin e mirësive të ndryshme, me pas përsynim Allahun xhelle xhelalu, edhe në punën tonë, edhe në veprat tonë, edhe në ushqimin tonë, edhe në sadakan, në gjithë shka, në ndihmën që i ofron tjetrit, në orientimin apo këshillën të cilën i jep tjetrit, në kohën që mund t'i kushtosh dikujt, të gjithën këtë duhet synosh Allahun. Wa ma taj'alu fi imra'atika sadaqa. Dhe të ushqesh të bashkëshorten me dorën tënde dhe për këtë thot Zoti ta konsideron ty si sadaka. Që kjo çfarë do të ishte një veprim domethënë midis bashkëshortëve shumë normal. Mirë po synon Allahun ky. Me këtë vepër kë po synon? Po synon atë i cili shpërblen me pakufi. E vogla ka Allahu, e ka shpërblimin shumë fish, të pakrahasuar. Një ditë prej ditësh pejgamberi alayhis salam me të falur namazin e ikindis, u nis për shtëpinë e tij me të shpejt. Të habitur, domethënë u habitën besimtarët se nuk e kishte zakon. Thot shpejtoi, u fut në shtëpi, kish pas një sadaka, pra dikush i kish lënë një sadaka të cilën akoma nuk e kish kryer. Pra nuk e kish çuar në vendin e tij. Dhe thot më kujtua që kam një sadaka tek shtëpia dhe nuk desha ta vonoj. Pra u dha një mësim besimtarëve që kur të lihet diçka amanet, se është bërë traditë ke muslimanët, domethënë një veprim shumë i turpshëm, përdorim një shprehje madhështore për justifikimin e veprimit të tij turpshëm. Të shoqëron një inshallah domethënë në fjalët e tij, po inshallah. Dhe nuk merr asnjë lloj përgjegjësie përsipër. Dy gjëra kanë mësuar muslimanët, më duket nga kjo fe, të cilat i kanë mësuar komplet gabim, i kanë mësuar në përdorim për komplet gabim. Mos korrektësia që nuk është pjesë e kësaj feje, dhe nëpërmjet këtyre termave, inshallah, dhe dyta, ma bëh halal. Se si është kjo çështje, domethënë ma bëh halal pasi ja ke thyr zemrën tjetrit, vallahi nuk e di se si. Halali është duke ja kthy hakun tjetrit siç e meriton. Nëse ja ke thyr zemrën, me ja fitu zemrën sërish. Po ma bëh halal një herë, ma bëh halal 2 herë, ma bëh halal 5 herë, nuk është më halal kjo çështje. Nuk ka lidhje me halallin, kjo ka lidhje me mos korrektësinë. Kjo ka lidhje me mosmarrjen e amanetit mbi supe. Ne kemi nevojë të jetojmë ashtu siç orientonte pejgamberi alayhis salam shokut e tij. Garonin në të mira dhe nxitonin për të vepruar të mirat, mirë po në të njëjtën kohë, kur pejgamberi alayhis salam shihte ndonjë shkelje në marrëdhënie me njëri tjetrin, ndërhynte aty, derisa ta riparonte, derisa ta rregullonte veprimin e tjetrit. Kjo sepse shokët e tij do të ishin shembull deri në kiamet. Dhe ashtu janë dhe ashtu do të jenë. Ndaj njerëzit të cilët shoqëruan pejgamberin alayhis salam, padyshim që ishin njerëzit më të mirë, por dhe njerëzit të cilët e ndjekin këtë fe duhet të jenë njerëzit më të mirë. Me gjithë të metat që ka besimtari, atë e favorizon besimin në Zotin xhelle xhelalu, besimin në dëshminë e shahadetit la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kjo e favorizon si besim, por kjo nuk i justifikon veprimet jo korrekte të tij. Ndaj besimtarit duhet jetë njëri i fjalës, duhet jetë njëri i amanetit, duhet jetë njëri i përgjegjësive, duhet jetë njëri i cili fal, toleron, por mbi të gjitha duhet jetë njëri i cili bën dhe mban drejtësi. Këtë na mëson në feja jonë, dhe këto janë principet e para dhe cilësitë e para të cilat duhet i ketë çdo besimtar. Të besojsh Allahun do thotë ta përkthesh këtë besim në marrëdhënie të drejtë me krijesat e Zotit. E lutim Zotin xhel xhelalu të na bëjë prej tillëve, na përmirësoj gabimet tona, na përmirësoj sjelljen tonë. E lutim Zotin të na bashkojë në të mira. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdal kamilin wa afdalus salatu wa tamu taslim ala sayyidina wa sayyidil khalq Abil Qasim Muhammad ibn Abdullah as-Sadiq al-Wa'd al-Amin.
وعلى آله الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد بر. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء السادة الحنفاء ساداتنا وموالينا الكرام سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وارض اللهم عن سائر الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم آمين. Nuk do të kishte Islami përhapjen territoriale të cilën e ka patur nëse muslimanët të cilët e bartnin këtë mesazh hyjnor nuk do të ishin të parët të cilët e zbatonin dhe e praktikonin këtë fe. E përkthenin jo në teori, por në praktik. Të mos jemi të mirë në teori dhe në praktik, të jemi zero. Tregohet për sahabin e nderuar Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, ndërkohë që ai ishte prijes i besimtarëve, pra ishte i pari i shtetit, i kish humbur një parzmore, ose jo i kish humbur, po i kish rënë, ndërkohë që po ecte me kali, kish rënë nga kali. Ato e kish marr, pasi e kish parë, e kish marr një i hebre, dhe Aliu radhiyallahu anhu, kur adresohet se kush e ka marr, e ngren çështjen në gjykat, pra pasi nuk arrin të merret vesh me të. Pra e padit në gjykat. Kur e paditin gjykat, habitet hebreu se paditësi dhe i padituri, paditësi në rastin konkret ishte mbreti, pra, ulen në të njëjtin nivel, pra përballë me gjykatësin. Sepse ai priste tashmë që të ishte në krah të gjykatësit. Dhe gjykatësi i flet Aliut radhiyallahu anhu dhe i thot, për çfarë ke paditur këtë zotrin? Thot, parzmorja të cilën ai e ka është e imja. Thot, a ke fakte për diçka të tillë? Nuk kam. Atëherë thot, është e ti. Ta gëzoj. Dakor, thot Aliu, pranoi gjykimin e gjykatës, të kërkoj ndjesi, thot ti zotris, domethënë se të mora nga koha, u nis dhe u largua. Hebreu brofi në këmbë dhe ju vu nga pas. Tha, e pranon gjykimin e këtij gjykatësit që është varësi jo në fund ditës, sepse ti je i pari i shtetit. Jo, nuk është varësi imta, ai ka pozicionin e tij. Në pozicionin e tij ai është i pari, nuk jam unë. Po si u pajtove, tha, me atë, ndërkohë që ti e din shumë, e di tha që është parzmorja ime, por nuk e faktoj dot, nuk kam fakte. Dhe ti pajtohesh me diçka të tillë, tha, po patjetër pajtohem. Pajtohem me institucionin në rastin konkret. Dhe këtë, tha, kush ta mëson, kush ta imponon, kur i thon? Tha, këto ma mëson feja, ma mëson besimin. Të jetosh në unitet është më mirë se sa të jetosh në përçarje. Dhe ta praktikësh diçka për cilën ti nuk ke fakte, që në vetvete je i sigurt, është më mirë se sa të bësh zhurmë. Unë dëshmoj në Allahun dhe se nga ky çast edhe unë jam pjesë e kësaj feje, të u kthye edhe një herë tek gjykatësi dhe i tha, parzmorja për cilën ai foli është e tia. Parzmorja për cilën foli është e tia. Pra lakmia më bëri që unë ta lakmoj diçka të tillë, por asesi, domethënë, kur ky e shprehu fenë dhe besimin, nuk ka asesi të jetojë ndryshe vetëm se të bëhem dhe unë pjesë e kësaj feje. Vllai im, motra ime, ti nuk je përgjegjës vetëm për veten tënde me islamin të cilin e paraqet. Me prezencën tënde dhe me praktikën tënde dhe përcjelljen që i bën islamit nëpërmjet kësaj vepre, ti je një thritës dhe një ftues në islam. Ndaj duhet i peshosh mirë gjërat kur në mes është feja Allahu xhelle xhelalu. Sepse ne besojmë se një ditë do të qëndrojmë përpara Allahu xhelle xhelalu dhe do të japim llogari për gjithçka që kemi bërë me vetdije. Për gjithçka.
Një ditë prej ditësh Umar ibn al-Khattabi radhiyallahu anhu teksa ecte rrugëve të Medinës, sokakëve të saj, pa një plak të moshuar hebrej i cili po lypte. A nuk është turp tha që në shtetin të cilin e drejton Umeri të kemi njerëz të cilët lypin rrugëve? Dhe ju afrua këtij plakut dhe i tha, po duke mos e njohur pra, para këtë e tha me veten. Tha, pse lyp? Them të drejtën, tha, më kanë munduar taksat. Domethënë duke qenë se jam i moshuar, nuk përballoj dot më të paguaj taksat dhe kam dalë më mirë të lyp se nuk kam nga t'i siguroj. Thotë Omeri, ma vërtetoni këtë që ky thot, dhe pasi e vërtetuan, thot, merrni emrin këtij personit në fjalë, jo vetëm që ta përjashtoni nga taksat, por t'i lidhni dhe një pension. A ja kemi marrë taksat nësa ka qenë i ri, domethënë ka punu, ka kontribuar vazhdimisht, dhe tani në pleqëri ta flakim në rrugë, këtë kush e bën? Të bën njeriu i cili jeton për Zotin, me Zotin, njeriu i cili e ka frikë qëndrimin përpara Zotit xhel xelalu. Ndaj dhe nga lutjet e pejgamberit alayhi salatu wassalam ka qenë, o Zot, mos vendos në kryet ton njerëz të cilët nuk kanë frikë ty dhe nuk na mëshirojnë neve. Lutemi ty i madhnueshmi Allah na falë na mëshiro. Na bëjë Zot në moral të lartë të Hazreti Muhamedit alayhi salatu wassalam. Na bëj jetën të lehtë, na mundsoj Zot të vëmë të shërbim të fesë tënde. Na bëj vdekjen të lehtë, na mundsoj madhnueshmi Allah të vdesim me dinjitet dhe shahadet. Lutemi ty i madhnueshmi Allah të na përdorësh për punë të hajrit, për punë dobishme, të na bashkosh, të na vllazërosh, të na afrosh me njëri tjetrin ashtu sikur se i afrojmë dhe i bashkojmë safet tona për namaz. Lutemi ty i madhnueshmi Allah të na ruash ne, familjet tona, prindrit tanë, fëmijët tanë, vëllezërit e motrat tona. Na japësh stabilitet në vendin tonë, na bësh vend të begat, vend të bereqetshëm, vend ku madhrohet madhria jote. Lutemi ty i madhnueshmi Allah të na furnizosh prej hallallit dhe ta bësh atë të dashur dhe të mundur për zemrat tona. Të na largosh prej haramit ai sa e ke larguar lindjen nga perëndimi. Të lutemi ty i madhnueshmi Allah për çdo musliman anë mban botës kudo që ai është, o Zot ndihmoju, o Zot forcoj, e veçanërisht atyre të Palestinës, të Gazës, të Sirisë, kudo derdhet gjaku i muslimanit, kudo trazohet dhe cënohet besimi i muslimanit. Të lutemi ty i madhnueshmi Allah për çdo cëmur Allah shëroje, për çdo të stresuar, të brengosur, të munduar nga hallet e jetës, ndihmoje Zot në shlyerjen e halleve të jetës. Të lutemi ty i madhnueshmi Allah për çdo të munduar nga borxhet, ndihmoje Zot në shlyerjen e borxheve të tij. Të lutemi ty i madhnueshmi Allah për hallin ton të madh. Na bëj Zot për xhenetlive. Na e bëj Zot nasib xhenetin neve, familjarëve tanë, gjithë muslimanëve. Lutemi ty i madhnueshmi Allah, sikur se na mundsove të ndihemi këtë vetëm begat, vetë muajt begat, vetë ditë begat, me madhruar madhrinë tënde, na mundsoj madhnueshmi Allah, që të gjithë bashku të ndihemi në xhenetet e larta, në xhenetet e Firdaus. Amin Allahumma amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. أشرقت نفسي بنور من فوق